Rianës Rude Boy është 7:45 dhe janë minutat për Big Brother VIP Kosova. Kalon Bresa përsëri. Goditjes së famshme në Praparic. Kështu që tashmë jon kopçit kush me që të kanë, përveç stresi me Gjulien, cilët jon bo tashmë veç një tim, një ekip, krejt jon kondër, edhe në fakt qëllimi ty në pja arrin, sepse qëllimi ty në kanton, hajde për bojna një prank, po bashkojmë na dhe të shojmë që shpërakojnë tjertë, edhe se cilit ashtu i dojnë purini. Tash, pranki po më duket ka dalë reality. Pranki ka dalë reality, sepse këta kanë vendos, i kanë boni parlaj premtimi njëri tjetrit që kanë menajt. Se kanë don't be afraid what you ask, you might can get it. Rruju që ka po lypë se mundet më të plëcue. Kështu që këta dy tashtë kanë vendos këtë prank me maj deri në fund, sepse përshojnë që po funksionojnë ma mirë bashkaresht, edhe për këta arsye, tashmë i kanë ndonë këtë premtim njëri tjetrit. Përderisa Artoni është ai i cili gjatë çdo ditë pja kujtojnë që unë jam vetë kundër juve dyve. Gjithashtu pra patëm Mbresën, Melisën, krejt janë kundër. Po kemi afrimitetet të ndryshme ndaj Mbresës edhe Vedatit, tash këta tjerë ekipa tjetër po bohen gati mu bo 1-1. Në anën tjetër, Arta është ajo e cila është vetë, është gjithmonë konstante, dhe tashmë po merret me krejt mas 2 muaj diçush Arta i ka pas kështu qetësi, ka ble, që shtojmë plest, edhe tash veç po shet, po më duket Arta. Diçka tjetër, dje, moti s'kan gatu pite, që tritet s'kan gatu pite. Edhe kush po marron aty mos vjen pite? Kush marron pite, djet? Gjuli marrën pitet ma të mirat. Edhe gjatë ditës djeshme, pra kanë gatu pite, edhe pitet ju kanë dojnë më të mirat me Mielin Finesa. Mielin Finesa për një është një prej që shtohet në shumës mil. Jo, milërave. Milave. Një mil shumë milra. Po, që shto shumë si i milit. Ajde, mila. Një kali shumë kala. Kushe të në që shumë si i milit në shkru në 048-400-004. Mil, po nuk ka pak mil, as një mil. Në më thonë, është interesant. Po, për mjejve. Mirë po, Mbresa dhe dikush tjetër jau kishin mshef të pësia të piteve, aj kiamet, para në buket pitet e mos me gjetë të pësia. Sot është dita e bukës. Sot është dita e bukës, sot është dita edhe java e real bread, apo bukës vërtet kështu taman. Edhe nuk është shumë filozofi me gatu bukë, se cilit na duket ndoshta shumë big deal që është bëhet buka, po për një nuk është shumë filozofi. Unë e gatuj bukë vetë, kodja shpesh më pëlqen, sepse është një procedurë begelit. Ke që atut me bo, është milion me ardë, me thonë me najtë vetë buka. E nëzini brumin, me Mielin Finesa, del perfekt, edhe e dini qka po gatuni, edhe e dini e bëni bukën që shdani. Për shambull, mu më pëlqen bukës mi qitë farat të ndryshme, kështu e bëj shien taman, edhe nuk merë shumë kohë, po thëmë, në përgaditje. Me konë Zojat, e nëzini brumin më njësë, shka një më punet e keni. Jo, fakt, dikon 2-3 orë është procedura krejt, po, e keni bukën e freskët. Po, e mirja e Mielit edhe e grunit është kur njerëzime ka arrit me zbulu se si me shundru grunin Miel, ka fillu civilizimi, unë alë mos, ka shëtit poshtë e naltë. Edhe është produkti cili nuk vynë shumë, vynë krep edhe uj, faktikisht. Edhe Miel. Po, dhe me Miel, ekstra. Definitivisht, Miel, uj, krep pak maja buke, ti tashti ato e munësh me fora, munësh me sëgjok, munësh me ajo ma ndej sa munat me sëgjok Gjakovës, janë ushqimi ma i mirë më botë. Sotin për ushqim së punë tona. Hektik, Gjudi Harsh, Klan Kosova FM. Vazhdojna me Tovi Long, vazhdojna me pite.